Javën e parë të tetorit do të nisë censi i bujqësisë dhe blegtorisë, procesi më i madh statistikor për sektorin bujqësor në vend. Projektligji për censin e bujqësisë është miratuar në komisionet parlamentare dhe pritet të marrë miratimin përfundimtar në kuvend. Sipas drejtorisë së Instat, censi do të zgjasë 6 javë dhe do të zhvillohet sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Gjatë kësaj periudhe, në terren do të angazhohen rreth 3400 anketues dhe 640 kontrollor, të cilët do të mbledhin të dhënat për fermat, kulturat bujqësore dhe blegtorinë në të gjithë vendin. Java e parë e tetorit është periudha e dur sipas standardeve europiane për të realizuar censi i bujqësisë. Informacioni do të mblidhet në terren dhe të gjitha të dhënat do të shërbejnë statistikave zyrtare. Procesi financohet me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe ka një kosto totale prej rreth 11 milionë eurosh. Të dhënat e mbledhura do t'i dërgohen në Eurostat për verifikim dhe pas validimit do të përdoren për analizat dhe politikat kombëtare në sektorin e bujqësisë. Censi i bujqësisë zhvillohet një herë në 10 vjet dhe synon të krijojë një panoramë të plotë të gjendjes së sektorit në vend. Rezultatet do të ndihmojnë në hartimin e politikave mbështetëse, planifikimin e investimeve dhe përmbushjen e standardeve statistikore të Bashkimit Evropian. Autoritetet do bëjnë thirrje fermerëve dhe blegtorëve të bashkëpunojnë me anketuesit gjatë procesit, duke garantuar se informacioni i mbledhur do të përdoret vetëm për qëllime statistikore dhe do të trajtohet me konfidencialitet.